u kanë vështirë më da edhe pe mozës atë mrena. Se dhe më tha, mos del, disa herë. Flasim pak edhe për banorët, me cilët nga ata fermerët brenda ke kriju një raport të mirë dhe mendon që do të zgjatë shoqëria edhe jashtë asaj shtëpie. Po. 100% me Vanesën, të bë muzikën çdo ditë atje, me piano. Ajo më ka jep shumë frymëzim, që e pata një person që muna me nda artin bashkë me ta, që ma kupton artin, me mozën. Na ka vyt disa ditë derisa të kena kuptu një anë tjetrin, po mas e kene kuptu një anë tjetrin, u kanë vështirë më da edhe pe mozës atë mrena. Se dhe më tha, mos del, disa herë. Po me mozën, pa tjetër, me Adionin, me Gresën, kena lidhë shumë. Me se cilën dyqishe kena ba një raport mirë në mënyrën ku kena kliku si match, ku kena pas një lidhje. Shpresoj që se cilën pe aty në ka me pas një mundësi me pa apet, dikur. Ku pa ka dalë me vetë dëshira, apo jo? Cile ishte arsyeja kryesore, momenti kulminant kur vendose që... Privatësia ka qenë. Qajo, o qova një mëngjes edhe si kum da shkrejt, po e tova që o qova në mëngjes, edhe kënë shumë vetë rreth meje, edhe mendova që shpë du më qu në krevetin tem, me pas banjon tem, kuzhinën tem, edhe në jam, që edhe që atë e tova, ka përfundu eksperienca për mu,